Po, a e ke përdor këtë privilegjin jashtë shtëpisë që personat që të kanë imponu me nej, se e spjegove dhe vetë, jashtë shtëpisë me përdor privilegjin tënd edhe mos me qëndru ma me ta? A ka të tillë? Unë nuk jam tip personazh që për shembull i evitoj njerëz, ose jam shumë natyrë sociale, po prap rrethin tim të ngushtë kam 2-3 persona. Unë më me qenë shok shumë i mirë edhe për një person të 3, të 4, të 5, por kur vetën time nuk e shpalos shpirtërisht, përveç me rrethin tim shumë të ngushtë në këtë rast që jeti. Tash, pas daljes, normalisht, na njihemi pak si natyra kontroverse. Shoqëria jonë gjithmonë ka treguar që është pak natyrë jo e mirëfillt në aspektin e respektit. Kam pas raste që më janë shfaq persona që kur në jetën time nuk kam pi asnjë kafe me ta. Por kjo është, mendoj që është si rrjedhoj, nuk tregon shumë për mua, tregon shumë për ta. Kjo është faktura e famës, ndoshta. Po, unë jam gazetar, edhe unë nuk e cilësoj vetëm prapë si një artist, një dikush i showbizit. Unë jam njëri medias, unë qëndroj para publikut, e kam këtë detyrë, edhe mendoj që nuk është njësoj, edhe nuk dua që t'jetë njësoj, edhe kohët e fundit, sigurisht, kemi pas mesazhe të ndryshme prej personave që ti mbase heq kur nuk e di. S'keni për ekzistencën e tyne. Mirë, këta ka dhe simpatizantë të ri në jetën tënde, ata që të kanë pëlqyer. Mira e përkrahësve është që njerëzit që të përkrahin për atë që je, dallohen shumë lehtë. Ndërka që njerëzit të cilët janë në një farë natyre tjetër për interesat të veta, dalin në pa shumë lehtë. Ajo mekanizmi jonë i vërtetësisë, i të qenurit të vërtet, mundet me i dallu shumë lehtë personazhet të cilat kanë qef me qenë jetën e tyre një dorë e dytë, edhe me u mundu që përmes teje me bë diçka. Por kjo është krejt normale, sepse në gjithë kohën tonë të jetuarit, kena me pas edhe na interes dikun tjetër, por nuk isha dash që kjo forme të shprehurit me u normalizu, mbase është mirë me qenë si kërkes, kam një nevojë të caktuar, se sa mi ndërtur gjanat në mënyrë indirekte, sepse nuk na fyet inteligenta letë. Absolutisht, po, dhe nuk kemi lindur dje.